shajnë si tifoz sepse duan pushtetin për disa të tjas për veten e vet, jo. Se unë se kuptoj, nuk e kuptoj çfarë do me thënë, realisht nuk e kuptoj, po është pjesë e qenit të politikës, nuk e kuptoj çfarë do me thënë kur dikush thot nuk iku mi marr pare ti mi punu se i ke harxhu turpi madh, mundesh me gjujt, çdo akuz poshtë, po mos e mohoj që ke vjedh, e ne kena me të rëzu, këto pashk meta i këtu. Këto unë nuk i kuptoj. Se Pashku është një njeri i zakonshëm. Ka bindjet e veta legjitime. Nuk i pëlqen ose nuk e do hiç me pa me sy Partinë Socialiste dhe mua, shumë okej. Por ky lloj mlefi është mlef tifozësh që nuk shohin përtej ngjyrës fanelës dhe por që në këtë rast harroj që këtu s'bëhet fjalë për skuadrën futbolli. Këtu s'bëhet fjalë për skuadrën futbolli. Këtu bëhet fjalë për diçka shumë më të madhe se kaq. Dhe me pyet Pashkun, Pashk, ti e don një pasaport që kur të shkosh jashtë shtetit, kur të shkosh në Itali, kur të zbrezesh në Gjermani, kur të zbrezesh në Francë, e ku do qoftë, në Greqi, ty mos të thonë kalok ne ka i koridori tjetër dhe maj radhën një herë, ndërkohë që shef ca tjerë që futen edhe ikin drejt. E do ti i pasaport që t'ikësh me këta tjerë? Do me thëmë me këta europianët, ke pa aty Pashk kur hynë në një aeroport? Bashkimi Evropian, qytetarët e Bashkimit Evropian, qytetarë të tjerë. Pra dora parë dhe dora dytë. Dhe zotrote, zotnia juj, bashkë me gjithë të tjerët, dhe me mu kur sisha në këtë detyrë, dhe unë prandaj jam këtë detyrë, se nuk du që asnjë shqiptar të vazhdoj të hy në atë koridorin tjetër, si që kam hyun derisa erdha në këtë detyrë, dhe nuk du që kur të lej këtë detyrë të hy prapë ka i koridori tjetër. A më kupton ti? E do për se do këtë pasaport. E pra atë pasaport ty nuk ta jep këneta. Nuk ta jep bufi kënetës. Ty atë mund ta jep të kujtim gjuzi, po kujtimin e lan jashtë. Nuk ta jep dot ty tribuna VIP e kënetës. Mere shife listën shkredën kryeqyteti Shqipërisë, viti 2025, shif listën, shif se këtë kanë thënë Mangi questa minestra, se ti e nga Italia më duket Pashk, e diti që të më thënë, haje këtë qorbë, se s'ke ku shkon, s'ke rrugë tjetër, haje, shife, meri shifi, një nga një, gjithë tribunën VIP kënetës, do ti ata të shkojnë parlament. I kenë parlament. Vlonjatëve, meri shifini, Leskon, bashkë me Qirje Dule, keni ju demokratë të Vlorës atje. Qarë jeni ju, qarë patriotës jeni ju, qarë mire i doni Vlorës ju, nëse shkoni me Leskon e me Qirje Dule, ndërkohë që ata doni ju i keni në parlament, ju të shkojit votoni kot, sepse nuk keni për të marrë më shumë se 4 deputet në Vlorë. Nuk keni për të marrë, edhe në Tiranë. Nuk keni për t'i marrë. Nuk do t'i merrni. Kaq, do t'i marrin të tjerë. Ju jo. Atëherë për çfarë të shkoni të votoni? Këta ju kanë thënë, doni s'doni, ne këtu jemi. Ndërkohë që ajo që unë po bëj, ajo që ne po bëjmë është krejt e kundërta. Unë po ju them të mive, doni s'doni, partia do hapet. Se PS-ja 2030 nuk mund të jetë kënet. Se uji i ndënjur bëhet kënet. Ka që thjesht është. Shqipërinë e 2030 nuk mund ta ndërtojmë nëse nuk kemi një parti socialiste që është gjithmonë e më shumë e të gjithëve. Se më kujtua diçka që më ja tregova dhe dje, një demokrat, se ka dhe kështu duhet jetë.
një demokrat i njohur. Unë nuk e njoh personalisht, po i njohur në rrethet e Kënetës. Me biznes, me fabrik, 300 e kusur punëtor në Itali. Edhe një person X i njohur me të pjesë e rrethita, nuk e di, fisita, se di, vajz, aplikon ke deputeti që dua, edhe krijon shans. Ky njeri habitet, ose nuk habitet, nuk e di, por fillon dhe regjistron emigrant për të mbështetur këtë vajzë. Ndërkohë që ai s'kishte lidhje fare me partinë tonë. Lidhje të gjitha kishte me partinë tjetër. Komunikime ku jesi ai ishte u marrë me regjistrime, po regjistroj dhe kur fillon këta duke dalë mas pilafit se këta dolën diasporë kur punët ishin marru. Po nuk ka rëndësi, do e shohim me 11 maj. I shkojnë, i thonë Rena, epë që ka do listë, që listë? Po listat e emigrantëve që po regjistrohen, po si kam për juve? Si ke për ne? Po jo, si kam për juve. Kemi njeriun tonë edhe që të mbështesim. Si më qa njeriu ku? Jo, me Partinë Socialiste. Me Partinë Socialiste, po ti e me Partinë Demokratike. Unë me Partinë Demokratike jam e ta, po unë s'du bufjen e Kënetës. Unë s'jam me Partinë Socialiste, po duhet i ramë. Kështu që kështu duhet jetë. Kështu duhet jetë. Alban Zeneli, në Kukës. Alban Zeneli ka qenë deputet i Partisë Demokratike. Ai Partinë Demokratike do me qef. Po nga ana tjetër s'do bufin edhe s'do tribunën VIP të Kënetës. Kështu që ka hapësirën të jetë këtu. Welcome. Kemi në Tiranë disa. Kemi dekanën e fakultetit ekonomik të Vlorës, në listën e mbyllur. Ka qenë në çadër zonja, pedagoge. Ka qenë këtu poshtë. Kërkonte rritje të pagave për pedagogët edhe sot është në listën e mbyllur. Dje ishte deri dje në 2017 sa i bie kur ka qenë se o lul, kur ka qenë valla. Kur? 2037. Jo, në 2017 më duhet se ka qenë. Në 2017 ishte këtu se mendonte që unë duhet ikja. Tani mendon që unë duhet rri. Welcome. Goxha zonjë, dekane, njeri respektuar, jo po si shiko se familja pret djathtas, pret majtas, nuk ka këtu. Shqipëria është për tejt majtës dhe djathtas dhe pashaporta që unë dua t'ju jap të gjithëve në dorë përpara se sa t'ju them faleminderit për privilegjin edhe mbetemi miq edhe shihemi për kafe si njerëz të lirë, por europian të barabartë me europianët i vendit, është për tejt majtëve dhe djatëve. Pashaporta që unë dua t'ju jap në dorë brenda 2030-s është ajo që mbyll përfundimisht historinë e poshtrimit të shqiptarëve dhe të qenit qytetarë dorës dytë nën këtë diell në këtë kontinent. Dhe kjo nuk ka lidhje të majtë të djathtë që janë çfarë janë, kush do të punoj për atë pasaport dhe kush do të punoj për Shqipërinë e ka vendin këtu te Partia Socialiste, nuk e ka vendin as në Kënet, as me Kënet. Dhe do flasim për këtë, do flasim. Kështu që do më falni të largohem duke ju thënë që presim sot komisioneren për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos, një zonjë slovene, dashamirëse jashtëzakonshme dhe shumë e përkushtuar
për të mbyllur negociatat me Shqipërinë brenda vitit 2027. Që të mbyllen negociatat me Shqipërinë brenda vitit 2027 në 11 maj duhet na jepni një mandat total, me zemër. Total jo në kuptimin 140 deputet, po total me zemër. Socialistë e Demokratë, edhe dëgjoni, nëse do votoni për Partinë Socialiste duke qenë demokrat, do thani kënetën. Doni ta thani kënetën apo doni të vazhdoni të shihni aty kua, e do rrini gjithë jetën në opozitë. Se mirë unë, se mua nuk më mundni dot. Nuk e keni të pamundur. Po nuk do ta mundni dot kurrë Partinë Socialiste. Edhe pa mund. Besojeni këtë gjë. Dhe atëherë nuk do ishte mirë vërtet. S'është ndonjë problem se edhe në Suedi kanë që është kulmi i demokracisë, kanë ndetë Qendra e Majt, Partia Social-Demokrate Suedeze kanë ndetë nuk e di sa vite, sa dekada, po nëse doni një alternativë të Partisë Socialiste dhe nëse doni të dilni nga qertulli vicioz, duhet të lexoni teorinë e kalit të ngordhur. Është njihet Dead Horse Theory. Lexojeni. Teoria del cavallo morto Pashk. Merre lexoje, ajo është Partia Demokratike. Okej? Okej. Shumë faleminderit dhe më e mira është e gjitha përpara. Insta